SPAK ka sekuestruar llogaritë bankare të kompanisë Albania Land Development në kuadër të hetimeve për një skemë të dyshuar të tjetërsimit të pronave në zonën e Zvërnecit. Kompania në fjalë është në pronësi të vëllezërve Motez dhe Rames Al Hayat, sipërmarrës të njohur nga Katari, të cilët planifikojnë të investojnë së bashku me Jared Kushner në ndërtimin e një resorti luksoz në këtë zonë. Burimet bëjnë me dije se kompania në fjalë ka bler tokat mbi të cilat do të realizohet projekti. Këto prona fillimisht ishin në pronësi të Redi Strugës, i cili pas së shitjes u emërua një nga 3 administratorët e kompanisë, por me të drejtë të kufizuar për firmë. Po ashtu raportohet se Redi Struga është kontrolluar nga agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit, një veprim që tregon se hetimet përfshin edhe menaxhimin e kompanisë dhe nuk fokusohen vetëm tek pronarët. Hetimi i SPAK pritet të zbulojë më shumë rreth mënyrës se si janë përvetësuar pronat dhe rrethanave të lidhura me projektin e planifikuar në Zvërnec.